si pillë me klevjen. Na kupton, me klevjen më erdhi keq kur shajti finemin e çunat e këto, se s'doja t'isha unë pjesë aty, se unë i kam mrapa shtëpis finemin e çunat edhe kaq. Pra na ju preva, valla, se shajti finemin, se nuk e dija që do ta sharres. Qa ka finemi me klevjen janë punë të veta, shoku, po nuk jam çun legend me nejt aty kur unë kam i shok në lagje, edhe që s'm ka bojë në i gjë të keqe, ta shaj dikush, shok, se i bisu kur e kam shajt edhe unë. Edhe për këtë arsye u preva, shok. Dhe s'u preva për gjë tjetër, se tisha për të presë, isha net fare me klevjen aty. Angjove. Me klevjen u preva kur shajti çunat edhe kaq. Normal u preva se i kam çuna lagje, shok. Edhe unë për ata, si do t'jemi mirë i keq, më kanë çun lagje, nuk kam ku çoj. Biles nuk më ka thënë dhe as i gjërë. Asus kam pas qa me i thanë. Veç e kam quj vokal vlajt, vete kam thënë o vlaj, ma bo Allah, po ti e di që unë nuk jam ashu, se më njofin, e din ata, pa nes më kanë thënë gjërë, se e din që s'kam faj unë as se kam lidhje me këtë muhabet. A kuptan? Se ju jeni intriganta, a kuptan, po ata më njofin mu shumë mirë, njef shumë mirë mu finemi, s'qa quni jam unë, që s'jam as besprem, as i pabes, as leken, as e di tutën, po s'ka lidhje për tute o shoku, fare tute, po i dim normat, a kuptan, do të kesh norma në shoqni o shoku, do të kesh i rregull në shoqni, që ti kesh dyrë të hapne. Edhe për këtë arsye u preva, në që thoni u preve, s'kisha arsye tjetër për qa me u preve, se s'me interesote gjë tjetër me u preve. U preva sepse shajti çunat normale o bishe, anë me kam rapa shpisa, edhe sikur mos t'ju folë, edhe sikur mos t'më flasin fare, nuk o mirë bishe, që unë t'jem aty mrapa shpis finemin, dhe t'jem aty ku shajnë finemin në plak, ose t'tojnë një gjë për finemin. Nuk më shkon, vlla, nuk e bëj dot, vlla. Nuk e bëj dot, vlla, jo për klevje, po me qenë dhe vlla im, nuk e bëj dot të plak. Qa të keqe ka këtu? Qa problemi ka këtu? Nuk e bëj dot të plak. A kuptan? Nuk e bëj dot. Këtë gjë nuk e bëj dot. Me qenë kush dhe vllai im tjetë, aty nuk e bëj dot e plak. Kur e njof dikë, nuk e bëj dot. Kurse e njof tjetër muhabet pas. Po edhe kurse e njof nuk shkon, po thu se hajt se s'kisha lidhi. Po pse rri me klevjen ti? Po me klevjen unë i kam myll punë të plak. Jena zi, jena sha, jena bë. Na do me ta kthy përgjigjen tamam. Flasim bëj muhabet shu pa dorashka, flasim drejt. Si që është realiteti. Pasaj po të pëlqeu, mirë, po s'pëlqeu, zgjidhni metodë tjetër. Me klevjen vlla gjithë jemi zi këtu. Jam i pari, ai i fundit që jemi sharë dhe jemi pajtuar. Po t'isha i pari edhe i fundit. Unë me klevjen s'kam fol 3 vjet. Tjerët s'kam nejt as i javë, jam pajtu. Unë pak nuk kam nejt 3 vjet pa fol. Dakor? Ama. Si thoni? Si menoni jo? A kam gabim ajo? I pa besa ke prej meti senin në bes. Më vdekshin 2 kalamajt në qofë se unë kam prej meti senin në bes. Ose në qofë se unë kam pas djeni që dë prejt meti në bes. Për kokë 2 çunave. Qa t'ju themë tani? Dash besoni, dash mos besoni, se unë s'do hape jer hape. Me adres falco. I kareti, hape jer hape. Na i blok. Edhe ta hapa. Vete ke thënë ti. Po e kam thënë pra, e kam thënë. Nga i nati. Qa ti thosh? Duhet i thoja, po unë t'kam prem bes. Po ta dje që të mbën të këtë punë, do të kisha për ta prem bes. Po se kam dit. Po tani që më ka bërë këtë punë, e kisha prem bese. Jeni mirë nga trut e kokës ju. Jo e kisha prem bes. Po salqiqe i kisha bë. Jo bespremëra, isha bërë dhe bythqirëre. Qa bespremi? Bespremi është ta puthesh bespremin. Pra je besprem. Jam bespremi më i madh me bespremat më të mëdhenj. Si që kam besprem? Unë me një që më ka prem bes që kam bespreme? Që më ka sha grunë e familjen e fëmijë tu e qa kam pas, barë dhe të zi? Si që kam unë besprem me njënin që më ka prem bes? Qa du thënë tjërë? Po ku t'ja gjej mundësin më rdagu me i bo vetëm dëmër? A ka mundësi me policie, me qatë ke mundësi? Se qa kujtove ti? Më bëga mu dëmë, a i të më prega mu në bes, a i edhe mos të prega mu në bes,
Po i ka rrot kari. Jo e presën bes, po më vdek ta edhe më byth isha qirët, vesh me i bët dëm. Për këthu. Po më thot pra ke prem bes me t'i senin, gjasme se kur e kam qunë të noizi edhe të stresi. Po më thot mu, se kur e kam qunë atje. Unë s'kam ditë gjë fare, o plagë. Unë s'kam ditë gjë fare, më për kokë kalamajve. Ta kësha preu në bez, do ta kësha marrë vesh gjysma Shqipëris, që e kam preu në bet. A kuptan, gjysma Shqipëris do ta merë të vesh që unë e kam preu në bez. Qa kam preu në bez, mëse për kokë kalamajve, s'kam preu njëri në bez. Dako, unë kam preu në bez, një person që duhet me u preu në bez. A kuptan, ata e presi, sepse është për të preu plagoj. A kuptan, nuk do prejet nga mu, do prejet nga dikush tjetër. Pse mos ta presur njënin në bez, që mu ka prem bes. Pse, qa? Nuk është prerje në bes kjo. Është bes prema, jo quna, në gjoni këturë. T'ju të regoj diçka. Jam fjalë me vend këto, nuk jam fjalë legenash. Nuk jeni të ngju live e vari karin kotu, lafe koti. Po flasim tamam, realitet dhe si që është. Ore, nuk është bes prem një person që ti e ke prerë në bes edhe ai të pret në bes. Nuk është bes prem. Bes prem është një person që ti ha e pi dhe ja fut. E shana, i bën diçka, i merr mallin, ja futa, e vreta, e bëna. Kur ai nuk të ka bë asnjë gjë ty, a kupton? Ai është besprem. Nuk është besprem kur ti mu më ke pren bes, më ke vra vllajin. Shoku im i ngushtë më ke vra vllajin, ose shoku im i ngushtë më ka marr mallin. Më ka marr 100 kg mall, më ka bë dëm. A kupton? Më ka marr lekët, më ka mashtruar. Ajo është prerje në bes. Shoku im i ngushtë me më vra mu. Shoku im i ngushtë me të marrë për shembull 500 kg mall. Me të marrë lekët, me ta fut, me të nxjerrë në prit. Kjo është prerje në bes. Nuk është prerje në bes. A kupton? Prerje në bes me a kupton, me t'i bë kush gjithë të gjona, për shembull dhe mos me e preti. Tani ti ju thoni e ke prej metin bes. Pasha kokën e 2 fëmijëve, nëse unë kam ditë në i muhabet nga kjo gjë. Ta pyesi edhe Noizin ai, ta pyesi edhe njerëz tjerë. Se Noizi e ka gjujt, se kam gjujtun. Po ta kisha gjujtun, a kujtoti se s'do kishin nxjerr llave këta të Noizit e preu, shoku jo të preu. Si menoni ju? Më komentoni pak t'ju ngjoj juve. Du vetëm komentues, njerëz tamam, jo kështu këta njerëz kot. Du vetëm njerëz që janë shumë Allah. Njerëz që më kuptojnë në plago, jo njerëz kot. Më komentoni, na qave bythën të njerë, pe i kere karzës për të ma kush me zorë, këtë drejtë o kosi. Po më tregoni, unë shof komente tamam, nuk du komente, kupton nga njerëz kot, plago. Nga njerëz tamam unë i shof, edhe ata që tallin karin dhe njerëz kot, 1 person, 2 persona janë. A kupton? Nuk do ishte marrë vesh, dakord, ju të paktën të zgjutit e kupton, kurse të budallën të vari karin. Tani, si e preva unë besate, kur unë nuk dija gjë fare, plago. Unë e kam taku Meti Senin, e kam marrë Metin, më ka ardhë po shtëpis, më ka marrë në telefon, më tha jam lezh. Nuk e besova, me thënë vërtetën, nuk e besova që ka ardhë Meti në lezh, se s'ma mori menja. Edhe unë e daku keni prezent Fabio Dushkun, për kokë 2 çunave, se po zej be ore minut, po qatë ju bëj, se ju jeni për ka njerës të thënë, jo spiuni, jo bespremi, jo shu. O daku, ka marrë Fabio Dushkun në telefon, kur kam sqaruar muhabetin, më vdek familja, po jam të rreti fjalë, keni Fabio më shoku, nuk rre Fabio. S'makra Fabio shoku, nuk o Fabio servil, nuk është Fabio që thot po kot. Fabio po ke thënë thot, po s'ke thënë thot, jo, ka burnia ai. Ka marrë Fabio në telefon, kur kemi pas atë problemi, këna ne, kuptan, nuk sqaru. Thash no Fabio, tani thash, kuptan, i bi që ta lesh edhe me Metin. Jo, më tha mu. I thash, o vlla, i thash, po tani ne lejmë bashkë, i thash, e të ngeci ai, i thash, unë në gjanë sikur, është pre me, i thash, po, o vlla, jo, edhe Fabio e pash që kupton që kishte urrejtje, dhe se s'kishte faj. Edhe i thash, unë Fabios, lërë, vlla, i thash, sa i prap do ka bëj me ty, vlla, ka po vetë, mos u ka për punën time. Shu i kam thëmë, fjallë për fjallë, o shok, i thash, do ka bëj, se shërët kari,
Ajo kuptoni ka thash ka hys pyllit në spata, se ja njifja kokën këtij kari, çka kokë kishte. E njifja. E thash o vlla lere, se nuk e linte Fabio, ishte betu Fabio në botë, o shok, në botë, rëp. Por të ju lut Fabios. Po ashtu, o vlla, i thash, nuk e linte, i thash, o vlla, le se shkara, i kapu për një gjë tjetër me të se do kapoj ai. E pas ke bëjnë trikën, thot. I thash, o vlla, do kapet me gjëna tjera, po unë e dija çka kokë kishte ky kari, ku pushonte ky? Ky ju kishte pill nënët jam ju thegojën aty. Kush jam pill thegojën? E thash, o vlla, po jo, nuk është se ja thash me kështu më burgji. Ja thash me kuptim plako që gjas me le këta herë për mu që ta lete o shoku. A kupton? Se më thoshte meti mu më ke bot dom ti o shoku, më ke fut në asmëri. Merrte në telefon më thoshte për ditë më ke fut në asmëri. Që ja motrën pillë, i thash ti do vllai im, ama në le këtë muhabet për me i thash. Le se do ka bëj veta, i kapu i thash, kur të ka bëj kapu, s'kam çfarë më thën. A do më kap se se faltaj. Zbetuaj nuk koka Fabio, ku pyeste Fabio o shok. 5 muaj këtë muhabetën me Fabio. Aman tu i thën, lere, gënjen. Motrën mu më pjellë rëndësit. Edhe i thash o Fabio, lere i thash, edhe i ti eshim të adresat që rrinë të shamë me adres falë. Ate me adres originale sho. Nese mo, edhe i them mu në këti, i them ama në këti, edhe i thash lere se po shu i thash kapo për gjë tjetër, se thosh dhe nuk e le nga i nati. Edhe i thash unë le vlla kapo për gjëra tjera se ka bën prapa i thash, mos kimë rakti. Po e paske kaq fiksim më plako se linte ai o shok. Nuk e lej thoshte. Se linte. Do ti un amane dermane la. Igu meti. Brapa ca kosh. Hynë provokojnë metin live. Ngec meti prap. O pa këtë ande. I themu pra Fabio, amano Fabio, këtë ande. Ova nuk e linte burri ujlla, intrig. Qa intrig e bëna unë shok, unë ju luta 6 muj burrit uj, mos më mërtë me të dhe i prej me e la muhabetin. I të e kishte fiksime, dhe ishte fiksu tjetër e shok. Nuk e lej, thoshte, o plako. Ishte ngell atje. O, nuk e lej në botë, thoshte, me hy. Zoti nuk e lej, thoshte. E tani unë, vlla, doja ta hiqe dhe i thash ashtu. I thash, vlla, me që ke kështu, lere këtë herë prej me. Thash të ngeci prapa i. Lere dhe kur herë tjetër, kur të ngecë, vlla, që të bëjmë? Meti për të hyni, po meti më boni do mu që hyni për mu, o plak, se unë kam qenë peng, o shok. 13 veta peng. Ju boni si gangstera, jo si thek shu, jo si thek, unë leqe nuk kam thënë, aman, dëmë shakarin. A shu kam thënë une? Unë kam thënë, mi ta ajo në karin, pa është me të fut me, mua aty më kanë rafë më shumë. Po jeni rota kari, ju s'kuptoni që, unë nuk i thash, aman, dëmë shakarin, van. A i thash, këshu i qifsha motrën pila. Ha? A këshu thashe? O dag, unë i thash, mi ta ajo në karin, po kjo është me të futur. Unë ja thash me të futur atyre, me rëpë shpije. Edhe aty më ka rraf më shumë. Unë nuk i thash, amon, unë nuk bëra si legene, ju qifsha rëpë. Se më keni bërë mua legen. Unë i thash, mi ta ajo në karin, po është me të futur. Se nuk i keni thënë, ju në Nairobi, mi ta ajo në karin, që ka thënë njëri ma karin, edhe mi ta ajo në karin. Edhe unë ma të kuptim e thash, mi i thash, ta ajo në karin, mua aty më rrafin më shumë. A kupton, unë nuk i thash, të shakarin fal, Kështu i thash i qifsha motrë, kështu i thash. A, po t'i kisha thanë kështu, po, kështu isha legen. Unë kisha 3 ora ti tu përpjek që jero peng. Thash varikarin shpëtoj pa u raf, po më thyni i kam, po më thyni i dorë, po me që në i tho. Me kapi një peng, unë i heq thojnë. Thojnë. Ajo është peng marrë e plako. Unë ashtu shpëtova, ku ta gjeja ti kja? Ku ta gjeja që shpëtoja ashtu? O sot, vetëm ti ki. Nuk mendoja në i gjeon aty, o shoku, se ju mendoni se unë isha aty, jo po t'isha unë. Po t'isha unë dhe isha e live, thajnë, shumë njerës. Po, isha e live. Po me të zhvesh la kur ish me të fut në i gjëmë bëth, isha e me live, pëste? Të roft edhe me i vra, nuk krye punë, më. Dakor, edhe me vra 50 veta, nuk... Ngetë që tjetër sistem. Do të me qeni zjut. Po ju si jeni zjut. Nejse mo, kam qenë peng, ky kari ka dalë aty tu isha. A kupton, ore, ky mbrojti mua, por se s'ja kam hu kur poshë. Vetëm për atë arsye, o plagë, unë kam gec atëre që kam bo luftën, që u zi me Klevion edhe prej Meti Senit të shok. Vetëm se ka bo këtë gjë, nuk ja kam arru e shok. Ma ka bo këtë gjë, nuk ja kam arru.
A kupton? Hyni Klevi, atëherë shau Metin, nuk më shau mu Klevio. Unë po të shaja Klevion unë po të shaja Metin me Klevion, unë isha më rregull. A kupton? Isha tamam. Po unë a kupton për hatër që ky, a kupton, boni këtë gjë, nuk mund ta lihet dot të shoku, se unë nuk mund të pranoja shumë gjona, po ata nuk e pranoja, vëlla, se tani a kupton si do ishte Meti i mirë i keq. Mund pa dalë në krah momentin më të vështirë të jetës time. Edhe kur e kanë rraf Metin, unë nuk ja kam thënë njëherë shoku, se unë nuk jam tip që shpreh, as që më ha kari për Metin, se si foli kur sa ta kemi jetën, më vdekshin 2 fëmijë. Kur ati nuk i foli më, se më ka shanë në mënyrë të rëndë, a kupton që se nuk e ka meritu. Nejse mo, po kur e kanë rraf Metin, unë se kam thënë njëherë këto llafe. Kur e kanë rraf Metin në plako, më ka marrë aq keq, se nuk e keni idenë. Ju s'besoni. Asaj nuk do besoj, do thot për ky ka gjasme për klikime, ku ma mu kari për klikime. Ma e pak atë karikusin. Edhe, unë plako, a kupton, nuk e kam tregu kur as atit se kam thënë, se unë nuk jam tip që shprejm, nuk i shprej gjanat, unë i maj për mrejna. Kur nuk shprejm, as dashurin nuk e shprej, as asi gjë. Kur as i herë, jam shumë tip i fëtot, jam vret shumë nga natyre. Doli tymi këtu. Kur e kanë rraf atëherë, më ka ardhë keq shumë, më vdek motra. Me rëp shpije. Ishte të marrë shumë keqër për të. Edhe nuk ja pata thënë njëherë, qethu o kos, do qetha më blok, pa merak. Atë bezdisi në rëpta. Më thuj se pa shu iki direkt, ose thras berberin tani, vim qethin mu. A kupton, me më dash kari. Këtu mu unë mërën në shpinë krevat si që jam vim qethin. Hajdi, kotë po ta tregoj që ta dish. Se mos kujtosh se nuk jam qeth për në i gjë. A ku di që unë? Me më dash kari, nuk kam dash me u qeth vetë. A kupton? Se me më dash kari, e marrë këtu berberin e më qethin. 5 berbera, jo 1, po 5. A mirë? Meti këshu e plako, Meti është djali keq o bish, unë se kam prej kur në bes, kush më ka prej në bes e gjoku, krejt kam përti prej. Me rëp shpije, sa ta ke mundësin më të vogël. Shu që edhe Metin, sa të mbi rasti me e prej në bes, dire kam për ta prej në bes, në sekund parë, veç sa të mjepet mundësia. A mu dha mundësia po, je i prej me plako. Mos e menon fare, jo po pse më preve, jo po qysh më preve. Je i prej me bish, pa bilet, ke vesh bilet vajtje, ardhje s'ke shoku. Hec. Kështu që kur mos më beso mua met edhe kur mos u merë më me mu. Se unë ta them ta mamër. Kështu që nuk du më. Se më ke prem bes me vërtet dhe e meriton që të rish kështu. Se gjithë jemi shaktu, jemi pajtu e jemi bë. Po ti e plako ke bë gabim të rëndë me mu, sepse unë kam harë buk të shpia jote, ti kam harë buk të shpia ime. A kupton, të shpia ime. I herë ka arti i vesh në plakën time, këta ku të shpia ime për atë punë, po. Unë kam hangër buk në shpitate, jo ti. Ti s'ka hangër një herë buk shpitime. Unë kam hangër buk shpitate edhe du me ta respektu shpintate. Jetë djali mirë, për nuk ke bole. Po mi me t'i kesh dhe ti hallet e mija dhe i shofin bolet e tuja dhe t'mija, ti pëshojmë. Hajde. Bisho, unë maj 12 veta me buko kar, ti s'ma do të vetën tate. A kupton? T'ke shkalu ti njët problemet që kam kalu unë, a kupton, ti nuk të ishe asi gjë, dhe ishe thjesht pari kars. Ti ishe demoralizua kar. Unë nuk demoralizohet me mnoll. Fatkesia më e madhe më botë me mnollë edhe më familje nuk demoralizohem. Sepse kështu është karakteri im. Nuk kam karakter si ty. Autoliu, do të ndrojmë pak temën, tani do ikim nga këto kardhiqet, jo preve në 5 metin, jo, se kam prej asë një më të këquni. Tani do flasim pak pa autoliu në këtë shok. Autoliu në njofi është një nga më të fortët në Shqipëri për makina. Atje që una ke unet me shku me ble makinë vetëm kategorie lartë. Mos ma merrni për keq ju që s'keni mundësi, po mos shkoni, po ju them, a kupton? Atje dako duhet kesh xhixa. Jam nipi autoliu, trurit zoti e bablok. Po je nipi autoliu, trurit zoti. Është
më i forti bablok në Shqipëri për makina. Ka makinat më të forta që kanë ekzistuar ndonjëherë. Autoliu. Baba makinave. Kush do me ble makina shok, ju që keni lek. Ju që s'keni lek a zemra ime, ju du fort edhe juve, se dhe unë s'kam pas lek si puna juj. Po mos shkoni atje, se s'jam për ju. Ikim vend tjetër në. Ata që kanë shumë, shkojnë të Autoliu. Atje të shkojnë. Sepse atje mund është me ble. Por Noizi aty ju ble në Kosovë. Jo më Noizi, së di, po edhe mund të këtë ble aty. Autoliu është më i forti në Shqipëri, o shoku, për makina. Më i forti që ka pasur një historia shqiptare, për makina Autoliu i ka, më të forta. Më dhe s'ka njërë, ka 200 makina, o shoku. Atje nuk di qatë marsh. Unë të Autoliu kam rëta ble makinën e rallës. Të Autoliu kam rëta ble makinën e rallës, do ble një Lamborghini, për kokë qunit. Të Autoliu do ble Lamborghini, për kokë kalamajve. Ja sa të punojmë i qik. Se me zi lam gjitha do borgje, i qia motrën 500.000 euro. Lam 500.000 euro i qia rëp në pjellër plak. Të kishtë rëp, i kanë la shumë bole shula, po do të kesh bole, dak me la 500.000 euro. Qia motrën kur menojme, da kam pas 500.000 euro të lanë me 4. Ша budalli jam. Po se kanë ditë atë shpis mrapa i thashër, e di se jo puna, po kam lënja 500.000 euro. Qa e tu thonër? Si që më të thonë, i kënë rëpë. Po i lava dak shumë sakrifica, janë shumë vështirë me i la 500.000 euro. Or t'jesh edhe kartel droge, o shoku. Nane motër, t'jesh kartel Kolumbie. Kartel. T'jesh kartel. Më vdek shërëp nuk i la do të 500.000 euro, se janë shumë. Ju kujtoni, se janë pak. Por nuk la do të 50.000 euro sot. Si mi erë të lona loto. Po për Palmanovën qa menimi ke, o plago, garazh dhe makina më i fort, nuk e di Palmanova, respekte për Palmanovën, se s'kam gjo me Palmanovën. Po më i fort në Shqipëri e dagu është Autoliu për mu. Jo për mu, po e di në krejt. Ka makina shumë të fort Autoliu, vaj. Qa nuk ka dak, qa nuk ka rët. Qa nuk ka i rëse 6, jo, i rëse 8. Po unë kam rëse 6, kam rëse 6, në dhe unë më të fort në Shqipëri, o plako, s'ka pjellë nane me i ka sajt, kam terrorizu të në Tiranën me qëte. Po, Liu e ka salonin shumë të fort, o plako. Kam shku të salonin, ju e keni pa që kam bërë reklama, se e njof Liu, në shumë makinat forta. Shumë makinat forta dhe me çmime super të lirë. E disa çmimi ishte me rëp shtëpia ajo rëse qëteta, e disa lek e keni. Me ja u thëmë çmimi nuk e besoni, po edhe jo rëse qëteta koreane, rëse qëteta Kore. Nuk kam gjo me ju që shisni makina nga Korea, se kam shok e miq, nuk kam gjo vlaj mos pa meni për kesh, po unë nuk marr makinë Kore, plako. A kuptan, nuk do thush ti, orë nuk e marrë vlaj, as Kore, as që janë këto tjera, nuk i du, Dubai, shu nuk i marrë do të plako makinat, së përqenjë vlaj. Kurse te Liu bishe, rëse qëtet, me ja u thanë çmimin, me rap shtëpia nuk e besoni. A do t'ja u thënë? A doni? Rëpt nga 65 e merrni 63.000. 2.000 ja u falun. 63.000 rëse qëtet. Ako, ku ka? Ka i ka lirë më burë. Ate kam rëtë ble unë, gjinjen, po për kokë denarë ose hynit e faqe dhe shifeni sa leke ka. Unë kam e ble atje Lambon, tani që do kap vetën, a kupton që do punojme, do bëjme Lamborgje dhe gjana, tani në ratme. Qa të bëshim kur kishim borgje? Edhe prap edhe kur kishim borgje nuk e rrushin karin. Prap jetë luksi kena bëja, kena qi motrën të prish miliona. Edhe rëp më shumë lek kam prish ku kam pas borgj, se sa kur s'kam pas borgj. Se s'm ka harë kari. Për lekun, veç për lek që nuk ma kari. Leku për mu nuk është ashtë i gjë. Leku e kot.
Leku o varritari në plako. Leku është kotë bish. Nuk është dhe gjë leku. Më mirë duhet, o quna, po shne borgjet jo, po jo borgje o zemra, po lozën bijos o plak, po qa borgje është, më kujt i kena marrë borgje. Po as kujt më si kena marrë borgje, 100 lek. Po kena los bijos më plako, borgje që vetër. Kujt i kena marrë lek më plako. Po as njonit më as 50 lekë. Qa borgje është me tregu borgjet e mija këtu ju veni durt në kokë. Me tregu sa njerëz më kanë borgj mu, gjysma se besoni, për leje varikane, se jam tip që dalë tu me folë për borgjet e mija, po se se ma shu tipi. Po më kanë fort të rëpë shumë, qa shifni në përgjirë, edhe mu më kanë shumë. Po ja u kam falë, nuk ja u du mu. Mos tojnë që ja mora edhe si allashu, ja kam falë varikarit. Ti të marrësh morra, për ti marrë rëp ta të regoj, unë i marrë si marti. Sa i lave, për i lave pra, të gjitha, si sa i lave, të gjitha pra. Punova, i lava, më dimon. Më dimovi Alex Visha dhe më dimoj edhe i Byra Zeri ima, vaj. Një që e kam vlanë këtë tjetër, më po tjetër. Më dimovi, i pa pik interesi, pas i loj gjove plako, hiq, veç 4. Edhe për mu këtë gjë se ka bo as kush. Ta një jetën dhe jem mirë njohës për atë person, unë edhe kalamajt e mi. Veç për gjestin që ka bo, nuk është qështje veç e lekve, a kuptë qështje interesi sënë. Po veç për vetë primin që ka bo me mu, o dako dhe kalamajt e mi do të kenë amanet me respektu familjen atit. Gjithë jetën, brez mas brezi, do jetë amanet o plako me respektu. A kuptan, se e ka bo pat a i edhe dzior, të dy. Edhe dzio. Brez mas brez jo plak. Jeta është e gjatë, ku i dje që mund të bëhet quni im. Quni im mund të bëhet për shumë kriminisë, ku i dim ne që mund të bëhet. Por e së mund të bëhet edhe as kush. Së mund të bëhet edhe as gjë. Po ku i dje, quni tim. Unë dhe lema amanet gjithë jetën o plak. Qaj person, a i dhe Alex Visha. Po Alexin, hajse Alexin e kam shok 7-8 vite, a kupta që rri për dit. A kuptan. Pa i e ka bo ka hiqi o plako. A kuptan, se Alexi në kam shok, vla, i kam 8 vite, 9 vite që e njof, a kuptan, normal që Alexi e bën për mu. Po nga hiqi, a kuptan, është tjetër histori. Bërkoj ca komente negative qa, i na qiro. Qa komenton njoni, po ku e ke i natin më të madhë se morën vesh. Sa kurios që e ke rëp, ja s'ta them, do t'lej kurios rëp. Nuk ta them. Do t'lej kurios. Ke 20 herë që ke shkujtat komente, 20 herë ta kam pa. Mos kujto se më ka shpëtu. Pas ta lexoj, s'ta them. Do t'lej kurios. Dakord? 20 herë e shkujte. Sa kurios që e ke. Ta lej surprizë. Ta të gjosh. Shikju me fotën e landit të më shaj që jam motrën pjetë. Vetë unë e ditët, pasaj qenë të ato plako, jo. Nuk të shkon mendja. Është e vështirë. Po është vajmë do të vrasin. Vesh bërgji që të vrasin, mos ki më rakë. Qa ti bësh në i hasmi të vret, përshliu zë vret, bërshliu të lekët. Kari, pës digjet ti e budala. Bërshliu nuk të vret plako, bërshliu të lekët. Në vret a i që i kebi gjak borç. Sa lek lave, kos, po 500.000 euro, bra.
Pa të në mytë o plak, s'mesha të të frymë që i a motrën, di që të të kesh 500 euro bërë që shumë. Halli malla, ish hallë. Jo kam hallë, kur në gjosha njerës u që më qani në kari, kam posh 5.000 euro, 6.000 euro. Vite me vjedhër. Kokën një stek për 10.000 euro që i a motrën. A ke eqë dorë? Ka me eqë dorë, pa plak. Ka me eqë dorë. Ka me eqë dorë, plak. Qa mos me eqë dorë. Po si t'lan nuk futaj shumë borgja, po të shumë marrë leket, bro, si t'lan, thot, se bu të vaj qeke. I morën, që të marrin, me? është marrin morën. Qa prototipa shjeni, bro. I morën, tani, që të marrin, ma. Vari karin, por bëm gabime që i shira. Prap mirë jene, bro. O nesh që ka respektu, të fitu nga 1.500 euro në ditë vetëm TikTok. Që plus kontrata që i arëp në çdo vend.